Për ndeshjen e të shtunës Shqipëri-Serbi, policia e shtetit ka marrë masa për mbarvajtjen e saj dhe ka angazhuar në terren rreth 2000 efektiv, përfshi si Trenea, FNSH, antiterror dhe shish. Plani i masave që nis nga Rinasi me masa të repta për sigurinë e futbollistëve të ekipit të Serbisë, të cilët mbritën në Tiranë gjatë kësaj të premteje. Punojësit e policisë së shtetit do të ushtrojnë kontrolle timtësishme ndaj tifozëve përpara futjes në stadium, të cilët sugjerohen të jenë aty në orën 18. Efektivët nuk do të lejojnë banderola me përmbajtje raciste, fishek zjarre, flakadan, lëndë piroteknike dhe stende të tjera të ndaluara. Policia kujton se veprimet e dhunshme në aktivitetet sportive, si hyrja në fushën e lojës gjatë ndeshjes, hedhja e stendeve të forta në fushë, përdorimi lëndëve piroteknike apo goditja ndaj sportistit, trajnerit e ndërmjetësve sportiv, janë vepra penale që dënohen me burgim deri në 5 vjet. Në stadiumin Arena Kombëtare janë instaluar sisteme moderne sigurie që përfshin kamera me njohje fytyre dhe kamera televizshme shtesë që do të monitorojnë çdo lëvizje në tribuna dhe rreth stadiumit në kohë reale. Kontrollet do të ketë edhe në kufi për tifozët me prirje huligane. Për shkak të sjelljes problematike, UEFA i ka dënuar tifozët serb me mungesë në ndeshjen pasuese në udhëtim, kështu që Arena Kombëtare në këtë sfidë të së shtunës, në grupin K të kualifikuese së Kupës së Botës 2026 do të jetë pa tifozët serb. Policia apelon për qytetarët që të mos ngrenë dron në perimetrin e sigurisë përreth stadiumit, sepse do të rrëzohen nga policia e shtetit, e cila do të përdor pajisje antidron. Kufizimi i qarkullimit të automjeteve do të nisë prej orës 15 të 7 qershorit dhe deri në përfundim të ndeshjes dhe shpërndajnë e tifozëve. Policia e shtetit ka realizuar ekskortimin e shoqërimin e skuadrës së futbollit kombëtares të Serbisë nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza të Rinasit drejt Tiranës. Masat janë zbatuar nga strukturat operacionale të policisë së shtetit, duke garantuar një itinerar të sigurt dhe pa incidente në përputhje me standardet ndërkombëtare të sigurisë. Policia e shtetit do të vijojë të zbatojë të gjitha masat e planifikuara në planin e posaçëm për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit sportiv, ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për të shmangur çdo incident të mundshëm.